më të lartë për gjatë vitit 2021. Kjo të regon për konsistencën e saj, për pozicionin e saj. Ju besuni këto konsistencë, pozicion, prej beson kalkulimet ose rotacionit që ka ndodhur me zotin Hoti. Po, për gjithashtu. Hikmeti Bajrami thaj fajtoria kryesore, pse ka rënë 12%, është Vjosa Osmani dhe kretë konsultacion, ai nuk i përmend, po dihet që është konsultacioni i politik i krijuar prej Donika, Vjosa, Fatoni, Hazia Dyli, damna shumë dhe shumë emra të tjerë. Unë vetë kam qenë. Jeni fajtor pse ka rënë LDK-ja në 12%. Si e komenton deklaratën? Tha, Vjosa Osmani s'ka vend, thaj, hysh ta marrë LDK-s, kurrëzisht Vjosa Osmani është fajtoria kryesore që ka rënë LDK-ja në 12%. Domthon fajin për ramin e LDK-s, ajo e harroj, jep fatura ose e shmangi qëllimshëm një shumë të vërtetë atij procesi, të cilën unë e kujtoj sepse kam qenë vetë këshilltare e kryetares së kuvendit në atë kohë Vjosa Osmanit, kur LDK-ja në mënyrë urgjente thirrte mbledhje për ta përjashtuar personin më të votuar të qytetarëve brenda LDK-s. Dhe çështja e mosdemokracisë së brendshme i reflektoi dhe jashtë dhe e morin dëshkimin nga qytetari që e dërgoi në 12%. Kjo ka qenë realiteti. Pra përjashtimi i figurës më të fuqishme dhe me besimin më të lartë qytetar dhe koalicionet mbi të cilat ishte zotu para qytetarëve që nuk i bënte, realiteti politik të cilën e prodhoi dhe dërgimi i Kosovës në zgjedhje në kohë pandemie. Kjo ishin arsyet e pozicioneve të tyre politike të cilet ja prodhuan të harrojmë qëllim Hikmeti Bajrami për jashtimin e Vjosa Osmanit? Me siguri ka qenë shmangje qëllimshme, sepse ajo është asgjë se sa më shumë se sa një e vërtet e atij procesi që ka ndodhur dhe që ka prodhuar pastaj një realitet të tërë në skenën politike në vend, ku përbashkimi i Vjosa Osmanit bashkë me Albin Kurti krijoi një fuqi të madhe politike, një subjekt dhe një përbashkim me mbështetje mbi 51%. Një referendum. Referendum, definitivt ka qenë atë kohë. Është vërtet se tashmë jeni keni filluar para përgatitjes për zgjedhje. Se po flitet që kanë fillu, i keni përcaktu edhe komisionerët, i keni përcaktu njerëz, i keni përcaktu slogani, nuk janë bu këto. Ju përcaktu gjithçka, tash është e kryme. Nuk janë bu këto hapa. Ne jemi brenda besimit që do të ketë reflektim, qoftë nga subjektet ju besoni hala si do të ketë reflektim? Qoftë nga individët, të cilët shohin përtej destruktivitetit të pozicionit të partive politike dhe shohin çështjet para vetës të cilat janë me rëndësi dhe padyshim edhe ndaj një kandidati i cili gëzon respekt, ka legjitimitet, ka treguar një konstruktivitet edhe si kryetari i kuvendit dhe mendoj që si figurë shumë kredibile e meriton të merr mbështetjen e nevojshme edhe për çështjet të stabilitetit institucional brenda vendit. S'është vërtet që keni kryer krejt zonën, edhe strategji për Nuk janë marrë to hapa. Ne jemi enda brenda besimit që do të ketë një reflektim dhe po punohet që të reflektohet nga skena politike që mos të kemi brenda një viti 5 palë zgjedhje. Pra kishim zgjedhjet nacionale, zgjedhjet lokale, balotazhe, përsëri potencialisht zgjedhje, mundësia për zgjedhje përsëri për çështjen e presidentës, kështu që kjo do të krijonte një stabilitet të panevojshëm, të cilët opozita në artivin ka se duke që venin në zgjedhje, thaj, konfirmumi Jona Lushaku tonë, thana po shkojmë ta me dajt partë, LDK-ja. Trendi po e tregon të vërtetën. Cëla është trendi vërtetën? As të një shkon në zgjedhje nëse përsëritet që njëjti rezultat. Unë nuk e di në qoftë se kanë pritur ose se kanë pritur rezultatin e zgjedhjeve lokale, ose që nuhatja e tyre dhe percepcioni mbi gjendjen në terren ka qenë i saktë, mirë po e tregon që dy subjektet më të mëdha opozitare kanë trend në ramje. Kjo që nënkupton një nevojë për të reflektuar subjektet dhe pozicionin e tyre subjektet opozitare, të reflektojnë mbi dinamikën të cilën po e prodhojnë ose nuk po e prodhojnë. So ka në rani, si kena edhe 3 minuta, sot ka si knasi, më pas Kjo është ma shumë sensin e nuhatjes dhe prezencës në terren të cilën unë e shoh. Sepse sidomos çështja e zgjedhjeve lokale na ka mundsuar që me qenë shtëpi më shtëpi e derë më derë. Po nuk besoj si me tahmin dojnë shku në zgjedhje këta. Dhe plus 3 komuna, tregojnë ku është duke shkuar pra trendi karshi pëlqyeshmërisë. Mas të referendumit, koalicioni juve ka dalë me pak komuna. Nuk është përkthi vota nacionalin komunë. Bilun që aty ka momenti i parë kur e kum pa edhe nuk besoj më në unifikimin ose unisonin e zgjedhjeve lokale me ato nacionale. Unë mendoj që kulmin më të madh ju me 51% keni marrë në nivel nacional. Unë mendoj që ka qenë e qëllimshme në sensin e nevojës që të koncentrohen energjitë në nivelin qendror. Dhe kjo ka qenë fokusi dhe koncentrimi jonë më i madhe dhe i subjektit që
koncentrimi kryesor të jetë në nivelin qendror. Tash, pas 4 komunave të cilet vazhduan që të